vite përpara. Prindrit kanë qenë të kujdesshëm për të më dhënë këtë lloj warning, këtë lloj lirie që prit, është zgjedhja jote. Kemi është një shprehje që çarkullon. Ke vrap? Jo. Po do rish do hash grushta, s'ke që bën. Ke mundësi? Jo, nuk kam, do hash konsekvencat pastaj. Kështu që në drejt. Ose më sot vraposh. Po, si Forrest Gump. Genci, unë do doja që avash se jemi edhe drejt fundit. Po. Do doja që ta mbyllim së bashku me një mesazh të fuqishëm, po të vërtet për jetën. Për jetën? Për jetën. Jesus. Për jetën. Me gjithçka që ti ke kaluar, edhe së fundmi me problemin shëndetësor, dhe mua më vjen realisht mirë që po të shoh jemi bashkë sot edhe na kënaqe. Po varet çka kanë operuar ata, mos unë nuk e di. Dhe është kjo gjëja që fillon edhe e mendon tash se s'duhet të bëhem shumë i thellë, po fillon edhe e mendon afër moshës time apo diçka më pas që kalojnë gjërat e jetës. Këto ishin mundësitë tua. Edhe gjithçka që ti mund të bësh dhe mund të kesh në kohë edhe në hapësirë është jeta jote, nuk shkon dot për te i saj. Është fati yt biologjik, shoqëror, psikologjik, kohor, fizik, kaq. Më thënë gjithçka që ti ke dhe mund të bësh është jeta jote. Është e bukur. Ne thuhet që ne jemi me 3 dimensione. Po. Para mbrapa, majtas djathtas, lart poshtë. Dhe lart poshtë. Okej? Në treva të tjera kanë zbuluar deri 5 dimensione. Nga 3 në 5 ne nuk jemi mirë. Nuk jemi mirë. Ne sigurisht kemi deficienca. Po. Sigurisht kjo vjen edhe për aspekt fizik. Ky është kapaciteti, nuk mund të dalësh mbi këtë kapacitet. Me thënë të drejtën, kam pasur më përpara, kam pasur ato Nokia 3310 ato si tullat. Po. Si tull, po. Dhe ato kishin gjë të mirë që ti mund ti në momentin kur i ndizje, se ndizësh dhe fikesh më shpesh në atë kohë, nuk e di pse. Që të mos harxoj bateria kam përshtypjen. Jo më mbante me javë. Ajo mbante një javë bateri, po. I kishe dhënë të drejtën vetes që të fikje celularin. Shumë e vërtetë është. Kur ndizësh, i kishte ekranin e vogël, karakteret e limituara, dhe unë gjeta vetëm një shprehje që më vinte në ekran. Ishte anglisht. Work your best, love your best. Kaq. Do më thënë, se ne do të çojmë njerëzimin përpara. Ja. Shiko se ne kemi të bombën bërthamore. Jo. Ka mundësi këtë pozicion për ta shijuar? Po. Atëre mund ta trajnojmë veten që të shijojmë atë që na vjen përballë, që mund të jetë realitet, po patjetër. Që mund të jetë i vështirë, mund të jetë i papëlqyeshëm në shumë raste. Sfidues, i lodhshëm. Po edhe buzëqesh ndonjëherë. Se nuk i di të tëra, kështu që lër një hapësirë për shpirtin tënd. Unë insistoj që gjatë kohës e errësirës, kur kam qenë në spital, Eni ishte shumë pranë, kur vendosja të kthehesha në këto realitete, në këtë studio, njërën tjetrën, i thosha që shiko se isha atje, bëra atë, mirë më thoshte, okej, në rregull.
Po tash se tash jam I lodhur do flia prap. Shikoja prap, ikja prap, vija prap. Dhe kuptova që janë të rëndësishme këto dimensionet, të tjerat, po që ka shumë e rëndësishme si reflektohen të ty. Si të ndikojnë ty. Kjo mbase mund të dëgjohet si shumë e thellë, po edhe kam vështirësi këtë që. Po ju them një prallës. Më falni. Bubureci është me 2 dimensione. Aq përjeton ai. Po. Ne e shohim me 3, po ai përjeton 2. Ai është vetëm para mbrapa, majtas djathtas. Po. Mos I besot dimensionit të tretë. Se është I limituar ai kërcen. Mund të fluturojë. Është I limituar. Shfrytëzimin maksimal ai e ka para mbrapa dhe majtas djathtas. Tashti e kam treguar shpesh si Barsalet. Është një djalë 10 vjeç që shkon poshtë te dyqani I lagjes edhe blen një top llastiku, ku të gjë, nuk e di sa janë ata, 800 lekë, 1000 lekë, nuk e di. Llastiku shumë I marum, ai po me lule. Okej? Dhe bubureci është në lule këtu. Në një moment caktuar shikon topin, edhe ky topi është I gjelbër, edhe fluturon mbi top. Djali ka bler atë me gjithë drejtën e Zotit I fut një shkel. Okej? Tashi duhet sqaruar një gjë. Ky bubureci mbi këtë topin ka ardhur në një botë të pafund. Se ai nuk e ka idenë që ka hyrë mbi këtë top. Ai ecën para mbrapa, majtas djathtas, lart poshtë po. And he is happy. Jo, është I lumtur deri në pomet. Erdhi shkelmi I djalit. Dhe është nga topi monologu I brendshëm I bubureci është: "O none, pse më ndodhi kështu? Po unë jam lutur tërkohës, pse më ndodhi kështu? Sa bukur ishte atje, I ka këtu." Çka ka ndodhur? Ky bubureci thjesht nuk ka një dimension. Dhe ka vetëm këtë monolog: "O pse më ndodhi kështu? Pse më qelloi jeta?" Po jo, po se unë isha lutur për ditë, pse o Perëndi ma solle këtë. E kuptoj shumë qartë. Është thjesht një dimension mangut, kaq. Është kaq e thjesht. Kështu që e bukur. Por të ka bërë kam përshtypjen ta shohësh jetën më ndryshe. Po patjetër. Me të njëjtin kuriozitet siç mund të kesh ndërruar sot lagjen. Duke ecur me makinë, lagja, të ka ndryshuar si person. Jo. Dhe makinë. Ke blerë dhe gjërat e tua njërën tjetrën dhe pastaj I ke dhënë të drejtën vetes të çuditesh, se si mund të jenë ndërtuar fshati përballë apo nuk e di se çfarë mund të jenë, edhe ti argëtohesh me ato. Ato ndryshoj brenda. Asnjë gjë. Ti po njësoj do pishuj, do hash buk, do shijosh çfarë ke për shijuar. Kjo është më e rëndësishmja. Pastaj se ku të Perëndia, se në Paris, se në Tiranë. Atë se di mas Jo, nuk e di. Edhe s'ke pse para gjykon, domethënë. Bëj zmetin vetë tënde, po vetëm kaq. Ne nuk e kemi zgjedhur kur do lindnim, ku do lindnim. Po mund zgjedhim se si do ta kemi jetën. Dhe nuk e dim askush nuk e di kur do iki. Se di askush. Jo. Edhe sa mirë që se dim. Është detyrë tjetër. Çlirimi I madh. Kështu që hajde pra të shijojmë, po me mend në kokë.